Manchester City është kualifikuar për në turin e 4 të FA Cup pasi ka mundur në ndeshjen e dytë në fushën e vet Leicesterin në një kategori më poshtë me shifrat 4-2. Trink Digital ka ofruar emocionet e përballjes së një prej kompeticioneve më të vjetra në Angli, siç është FA Cup, nëpërmjet sfidës me City dhe Leicesterit, e cila ka ofruar plot 6 gola. Tevez ka kaluar që në minutën e 15 në avantazh ekipin e trajnerit Mancini, fal një gjuajtje shumë të bukur diagonale brenda zonës. Por miqt kanë surprizuar vetëm 4 minuta më vonë duke barazuar shifrat fal një 11 metësh të kthyer në gol nga Gallagher. Megjithatë, City është dominues në fushën e lojës dhe shënon minutën e 37 me anë të Patrick Vieira. Ende pa ushuar entuziazmi i këtij goli, ekipi financuar nga Sheiku El Mansur trefishon shifrat vetëm 50 sekonda më vonë me anë të Adam Johnson, duke e mbyllur pjesën e parë me shifrat 3-1. Edhe pjesa e dytë ka të njëjtin ritëm dhe protagonist, pikërisht Manchester City. Benjamini vendas Carlos Tevez humbet një penallti në minutën e 59, ndërsa kualifikimi rihapet plotësisht kur në minutën e 83 Leicester shkurton shifrat në 3-2, fal një goli të realizuar nga Dyer. Minutat e fundit janë plot ankth në The City of Manchester Stadium, pasi miqtë tentojnë edhe barazimin që mund t'i sillte kualifikimin. Por për t'i lënë vendin festës në ekipin e Mancinit mendon mbrojtësi Kolarov, i cili me një të majt precize nga jashtë zone shënon golin e 4 të minutën e 90, duke sjell rrjedhimisht edhe kualifikimin e skuadrës së tij. Në dy takimet e tjera të ditës së martë në FA Cup, Stoke City ka fituar në transfer 2-0 kundër Cardiffit, duke u kualifikuar edhe më tej, edhe pse janë dashur kohë të shtesë. Ndërsa Wolverhampton është kualifikuar për në turin e 4 duke shpartalluar 5-0 në fushën e vet Doncaster.